Zhvillimet e reja për sulmuesin e kombëtares ton, Ernest Nuçi, i cili është një nga emrat më të përfolur të merkatos. Aktualisht i huazuar te Trabzonspori nga Beşiktashi, fati i tij pritet të vendoset në fund të sezonit, kur klubi turk mund të aktivizojë opsionin e blerjes. Ertugrul Dogan, presidenti i klubit turk, sqaron situatën. Ai thotë se lojtari pëlqejet nga ekipi ynë i skautimit. Ne bëm një ofertë para se Beşiktash ta firmoste, por ishte vetëm gjysma e çmimit që ata dhanë. Aktualisht po diskutojmë mënyrën e pagesës, por kur aktivizohet klauzola, ajo mund të paguhet në 5 këste. Lojtari mund të bëhet pjesë e ekipit duke paguar këstin e parë prej 1.5 deri në 2 milion euro para fundit të muajit. Nuk është e nevojshme të paguhet e gjithë shuma me një herë. Nëse trajneri kërkon aktivizimin e opsionit në fund të sezonit, procesi do të vazhdojë sipas vlerësimeve teknike. Trabzonspor po shqyrton edhe oferta të tjera për Muçin, që mund ta çojnë drejt një blerjeje dhe më pas shitje në një tjetër klub evropian. Javët në vijim do të jenë vendimtare për të ardhmen e një prej sulmuesve më të talentuar shqiptar të merkatos së.